Zonja dhe zotri, më lejoni që në përputhje me atë çfarë pritet nga unë përveç ekspozes, të paraqes para jush edhe kabinetin e ardhshëm qeveritar me të gjitha dikasteret në ekzekutivin që del nga kjo legjislaturë e nderuar. Zëvendës kryeministër i parë dhe ministër i punëve të jashtme dhe diasporës Glauk Konjufca. Zëvendës kryeministre e dytë dhe ministre e drejtësisë Donika Gërvolla. Zëvendës kryeministër i tretë për çështjet pakicave dhe bashkëpunim ekonomik Fikrim Damka. Ministër i financave dhe ekonomisë Hekuran Murati. Ministër për familje dhe mirëqenie sociale Andin Hoti. Ministër i mbrojtjes Ejup Maqedonci. Ministër i punëve të brendshme Xhelal Sfeshla. Ministër i administratës publike dhe digitalizimit Lulzon Jakxhiu. Ministri i shëndetësisë Arben Vitia. Ministri i arsimit dhe shkencës Avni Zogjoni. Ministër i kulturës dhe turizmit Fatmir Spahiu. Ministër i sportit dhe rinis Blerim Gashoni. Ministër i administrimit pushtetit lokal Rasim Demiri. Ministre e mjedisit dhe planifikimit hapsinor Fitore Pacolli. Ministër i bujqësisë, pylltarisë dhe zhvillimit rural Armend Muja. Ministër i infrastrukturës dhe transportit Dimal Basha. Ministër i tregtisë, industrisë dhe integrimeve evropiane Mimoza Kusari. Ministre e energjisë dhe minjerave Artane Rizvanolli. Ministër për komunitete dhe kthim Nenad Rashić. Dhe Ministër për zhvillim rajonal Sejnur Vejshall. Zonja dhe zotri, Kosova jonë është më shumë se një vend e një shtet, është ëndra e mërgjimtarit që ka lënë vendin dhunshëm me shpresën që do të kthehet së shpejti. Është amaneti dëshmorëve dhe sakrifica e gjeneratave që u flijuan e u përpoqën që ne sot ta gëzojmë lirinë. Është shpresa e prindit që shet te fëmia një të ardhme më të mirë. Është djersa e punëtorit, dëshmia e studentit dhe përkushtimi i mësuesit në një klasë në qoftë Kosovës. Është fjala shqip që këndohet me mall në skajt botës e që kur nuk harrohet. Është ndjenja që në bashkon në gëzim dhe në dhimbje, në fitore dhe në sfida. Kosova është vendi i zemrës, ku liria u pagua me jetë e ku paqja kërkon vëmendjen e përditshme. Do të ketë vështirësi dhe vonesa. Do të ketë dyshime dhe dekurajime. Do të kemi dallime në qasje dhe mendime dhe nuk do të pajtohemi çdo herë. Por ne kemi vullnetin dhe mjetet dhe burimet për të shërbyer dhe unë çdo herë do të jem me juve i sinqert për të gjitha problemet dhe sfidat që kemi përpara, për një Kosovë të drejtë e prosperuese. Ju faleminderit shumë për vëmendjen dhe për besimin tuaj.